Sot fillon përgatitja e vërtet. Është stërvitja jonë e parë para kampionatit. Je për para kohë. Stërvitja fillon në orën 10. Duhen akoma dhe 2 orë. Që ngeti Rivaldo. Nuk mundesha do të më. Mezi po prisja të filloja. E kujtja thua? Shiko sa kërcimi lartë. Është edhe shumë i fortë. Fundja, kot nuk e quajnë Shqiponja e Katalonës. Unë sapo jam transferuar këtu nga Brazili. Ti e Oli Arton, apo jo? Po. A unë zehen do pak? Sigurisht. Dëgjo, a i bëjmë një 2 gjuajtje në portë? Po, me gjithë qejf. Fillojmë. Është një futbollist i madh. Shiko çfarë shpatullash, duke i parë nga pas duken si një mur i parrëzueshëm. Si faqja një shkëmbi. Një mur që unë duhet ta kaloj patjetër. Përndryshe nuk mund të bëhem futbollisti më i mirë i botës. Stërvitja fillon në orën 10. Deri në atë orë do të qëndroni jashtë stadiumit. Kjo do të thotë që duhet të presim akoma edhe gjysmë ore. A e dini lajmin e fundit? Një skuadër italiane i ka afruar Hartonit 25 milion dollar. Vërtet ka shumë? 25 milion? Në vendin e ti unë do të kisha shkuar në Itali me vrap. Edhe unë me vrap. Kush e di përse më në fund ka pranuar të luaj në Spanjë me skuadrën e Katalonjës? Ndoshta sepse unë mendoj se te Katalonja luan Rivaldo, lojtar më i mirë në botë. Megjithse për të nuk do të jetë lehtë të pozicionohet në një skuadër si ajo. Gjithsesi, duke e ditur tipin e Olit, jam i sigurt që në këtë pikë në këtë skuadër ai ka gjetur diçka më shumë se vlera e parave. Ej, çuna, si po ja kaloni miq? Si shkoi stërvitja? Deri tani shumë mirë. Me qëra fjala, ju i pat sa shumë gazetar ka jashtë portës? Janë të gjithë gazetar japonez, më së qartë. Sigurisht janë këtu për blerjen e re, Oliver Hartonin. Ai është japonezi i parë në historinë e Katalonjës. Sigurisht që duhet jetë një ngjarje e madhe për Japoninë. Atje futbolli nuk është në nivele të larta. Nuk e kam parë kur të luaj, kështu që nuk mundem mende ta gjykoj. Por do ta ketë të vështirë të luaj mes nesh. Pikërisht. Pastaj në sulm kemi tashmë Rivaldon, apo jo? Atëherë për çfarë arsye trajneri e bindi presidentin Tablej kur është thjesht një zëvendësues? Është një çmenduri. Shiko sa mirë arrin ta mbaj topin. Nuk di si ta shpjegoj, por arrin ta ndjej hijeshinë e madhe të këtij lojtari në çdo lëvizje. Çfarë lloj gjëje që ai bën? Dëgjoj Rivaldo, si thua për një përballje kok më kok? Kam dëgjuar se trajneri do të përdorë rotacionin. Rotacionin? Kjo do thotë që do të ketë 2 skuadra. Një për kampionatin dhe një për ndeshjen e kupës. Po, Rivaldo mund të jetë lojtari më i mirë i botës, por nuk është në gjendje të japë më të mirë në të gjitha ndeshjet me të cilat duhet të përballemi. Prandaj Oliver Harton do të jetë rezerva e tij ideale në rast se ai dëptohet ose del me të kuqe. Oli është der nga presidenti ynë për të qenë rezerva e Rivaldos. Po, rezerva deri në një farpike. Çfarë? Edhe unë isha i bindur njësoj si ju se do isha rezerva e Rivaldos, por ju siguroj që Oli është një lojtar i rrallë. Gabojeni nëse në vletësoni. Por ti e një atë, do më thënë, ke pasur mundësi ta shohësh tek luan? Le të themi që po. Sa më i mirë të jetë lojtari teknikisht, aq më i papërmbajtur bëhet. Po, edhe zbavitet shumë duke luajtur futboll. Pastaj nuk e di mende në cilën zonë të fushës do ta përdorë trajneri. Për mendimin tim ai mund të luante pa problem në sulm, gjithashtu edhe në mesfushë. Po, kjo është e vërtet, po unë e shoh më mirë në zonën e mbrojtjes. Hey, po kjo do të thotë që mund të zërë vendin tonë në formacion. Pikërisht.
por nuk jemi ne ata që vendosim, sepse është trajneri ai që do të përcaktoj vendet tona. Zotërinj, stërvitja është gati për të filluar. Gazetarët mund të futen. Më në fund e hapën këtë derë. Nuk po duroja dot lot. Presoj të pak të mbaroj këtë. Stërvitja është një pjesë e rëndësishme e një skuadre. Edhe pak, fillon aventura. Çfarë po bën? Ngrihu Oli! Shpejt, nxitoni, shkoni të merrni barrel. Po, sigurisht. Po çfarë pati? Nuk e dim. Ndoshta është sëmur. Po, ndoshta. Kjo është dhoma ku lojtarët tanë kryen ushtrimet për përgatitjen fizike. Po kjo që nga vërtet e pabesueshme. Ju lutem hyni brenda. Kjo është palestra më moderne në botë. Siç mund ta shikosh, çdo lojtar zotron pajisjet e veta vetjake dhe në bazë të dhënave që mbledhin për çdo lojtar në veçanti, përcaktohen më pas ushtrimet e nevojshme për secilin lojtar. Dhe pastaj, të gjitha të dhënat regjistrohen në kompjuter duke u azhurnuar her pas here për secilin futbollist. Mirë. Tani do të përcaktojmë programin tënd personal. Ti je Mark Lenders, apo jo? Po. Është Matej që merret me të dhënat. Zoti Matej është përgatitës e atletik i skuadrës Spar dhe ka një eksperiencë të madhe. Është kënaqësi që u njoha. Do të fillojmë me njerë me mbledhjen e të dhënave të tua. Është pikërisht si mendoja. Zoti i madh, nuk e mendoja që mund të ketë bërë një kontratë me këtë djalë. Si ka mundësi, ç'doni të thoni? Mark Lenders, më vjen keq për me strukturën tënde fizike nuk do të mund të luajë kurrë në kampionatin italian. Çfarë do të thotë kjo? Përse? Çfarë strukture kam? Eja, shiko bashkë me mua. Shikon? Struktura e anës së djathtë të trupit është më e zhvilluar se ana e majt. Pastaj masa muskulare nuk është e tonifikuar. Është gjithçka e çekuilibruar. Nuk isha parë diçka të tillë. Pyes veten se si mund të luash futboll në këtë gjendje. Më falni nëse ju a them, po kështu e kontrolloni tërësinë fizike të lojtarëve tuaj? Më vjen shumë keq, por Zonjusha nuk ka fare të bëj me këtë çështje. Ju lutem, a mund të më shpjegoni çfarë ka që nuk shkon me trupin tim? Do të dish se çfarë ka që nuk shkon? Di që ke një problem serioz. Më vjen shumë keq, por sapo mora provën që struktura jote nuk është as pak e përshtatshme me lojën e futbollit. E megjithatë unë kam rezultate të shkëlqyera. Këtë nuk e vën dyshim. Unë nuk di se çfarë lloj stërvitje ke bërë, por kjo tregon cilësinë e dobët të futbollit japonez. Ju mund të jeni përgatitur si atletik më i mirë në botë, por nuk keni asnjë të drejtë të më gjykoni pa më parë duke luajtur. A u kuptuam? mjaft Mark, duhet të ndalosh. Kur të më shikoni në fush, mund të më gjykoni sa të doni ju. Deri atëherë nuk lejoj as pak njeri të ofendojë futbollin japonez, jam I qartë? I qiduar, djalosh. Këtë që bëre nuk ke për të kaluar lehtë. Jepini fund, mjaft, ju lutem, mjaft.
Atëherë? A mund ta di se çfarë po ndodh? Trajner, unë. Pra Matej, dua me njëherë një përgjigje. Më vjen shumë keq, por djaloshi vuan nga një çekuilibrim i madh muskular. Është një problem i madh. Nuk e di nëse mund të serven në këtë skuadër, mundsi djalë shumë të paktën. Kuptova gjithçka. Tani merrem unë me këtë, faleminderit. Tani Lender se shkojmë në zyrën time. Duhet ta sqarojmë këtë çështje. Po. Jepi, pasoje! Jam këtu! Pasoje! Nga Gjoan! Paso këtu! Këtu, kujdes! Loja nuk ka as pak kuptim pa Hartonin tonë në fush. Po, këtu është gjithçka kaq e qetë sa që mërzitesh. Të paktën ti arritet të bësh një fotografi të bukur. Nesër në faqen e parë do të shkruaj: pritje e ngrohtë për Rivaldon, ndërkohë që Oli Harton përfundoi për tokë që ditën e parë të stërvitjes. Mua më duket vërtet e çuditshme. Çfarë mund të ketë ndodhur në ato çaste? E vërtet, edhe unë këtë pyetje bëj. Do paguaj për ta marrë vesh. Nëse do arrije të bëja një shkrim të bushëm për këtë histori, do shkruaj menjëherë në listën e milionerëve. Shpejt! Ja pasoj, ja ku jam! Nejse, si mendoni, do ta ketë marrë veten Oli një gjor? Shpresojmë të mos bëhet fjalë për dëmtim. Tashmë e kam vendosur, Roberto. Po, do të shkoj në Katalonja. Me vërtet, Katalonja është skuadra në cilën luan Rivaldo. Të lumt, ke zgjedhur një skuadër të shkëlqyer. Do ta shohësh që në fund ke për të mësuar shumë gjëra nga Rivaldo. Të siguroj që do të shërbej si shembull për t'u ndjekur. Pa çfarë? Më në fund. Përshëndetje. Besove një goditje të lehtë në trup, por nëse ti e bën pushim nesër, edhe mund të vazhdosh stërvitjen më pas. Falë Zotit. Pash të shkuarën time. Provova diçka që se kisha provuar kurrë. Matej më tregoi për atë që ndodhi. Cilado që të jetë arsyeja, nuk duhet të reagosh me dhunë. Nëse i bën në fush këto, arbitri të nxjerr jashtë. Më vjen shumë keq, nuk ka për të ndodhur më. Në rregull, tani ngrije kokën. Më dëgjoj djalosh. Për sa më përket mua, testet që bëhen nuk janë gjë tjetër veç se informacione të thjeshta. Nëse tërësia jote muskulare nuk është e ekuilibruar, për mua nuk ka problem. E para, detyra e një sulmuesi është vetëm që të shënoj. Edhe unë kam nevojë për sulmues që të më bëj gola në çdo lloj pozicioni. Asgjë tjetër. Sigurisht. Mendoj se nuk ta kam thënë, por isha unë ai që i kërkoi presidentit të të merrte me çdo kusht. Unë shoh gjithmonë përpara Lenders. Ju jam mirënjohës, trajner. Do t'rregoj që ju keni të drejtë, nuk do t'i shgënjej shpresat tuaja. Do bëj të pamundurën për t'u ndeshur në nivel maksimal. Mund të keni besim për këtë. Është çaj me bim. Do të çliroj mendjen shpejt. Shumë faleminderit. Më trego, çfarë ndodhi në fush me Rivaldon? Më thanë që e kishit filluar stërvitjen para kohe. Ti je një lojtar i Zotit apo jo? Po, ndodheshim në fush dhe unë po përpiqesha t'i merrja topin. Dhe ai më gjuajti me bryl këtu. A thua të vërtetën? Rivaldo të gjuajti me bryl? Që nga shumë i mirë. Faleminderit, është e vërtet. Por duhet ta pranoj që Rivaldo është një kampion i madh. Do doja t'i regjistroja të gjitha lëvizjet e tij në sytë e mi. Mua më duket se nëse ja del mban, vërtet do bëhesh lojtari më i mirë i skuadrës. Do t'ja dal. Je vërtet djalë simpatike, them seriozisht. Me qëra fjala, tani më kujtua një ndolli.
Pavarësisht asaj që më tregove, Rivaldo është lojtar i ndershëm. Me vështirësi e ombetoruan dhe nuk ndërhyn në mënyrat parregullta. Por 2 vjet më parë në një ndeshje të rëndësishme, arbitri e dënoi me një karton të verdhë. Po luanin në një ndeshje shumë të rëndësishme që do të vendoste skuadrën kampione të vitit. Rivaldo kishte luajtur në ndeshje të Ligës së Kampionëve dhe nuk kishte marrë pjesë në një takim të Brazilit, kështu që nuk ishte një ditë shumë e mirë për të. Por mbrojtësi që e markonte Bruno, kapiteni kundërshtarëve, ishte në formë të shkëlqyer. Pavarësisht talentit të tij, në pjesën e parë Rivaldo nuk bëri shumë. Kundërshtarët ishin në avantazh me 1 gol. Por pak para se të mbaronte pjesa e dytë, Rivaldo dhe Bruno u përballën me njëri tjetrin. Duhej edhe 5 minuta. Rivaldo e humbi qetësinë dhe I dha një bryl në fytyrë Brunos. U kthye rufeshëm dhe goditi kundërshtarin e tij. Dhe arbitri e dënoi për atë bryl? Po. Po më pas, dua të them si mbaroi ajo ndeshje. Kështu pra Rivaldo bëri një gol të mrekullueshëm dhe dha topin për golin e dytë. Dhe Katalonia fitoi ndeshjen. Por le të kthehemi edhe një herë pas. Bruno, pasi mori atë bryl në fytyrë, u afrua tek bankina e ekipit që ta mjekonin. Pa pritur vura re se vështrimi I tij nuk kishte I kthjellët, ishte si I turbullt, diçka nuk shkonte, kupton? Ai kishte humbur përqendrimin. Mirë, po rezultati I ndeshjes mbeti 2-1 deri në fund të takimit dhe ne fituam kampionatin. Mirë, po askush nuk e pyeti në ishte bryli qëllimshëm apo pa dashje. Prandaj Rivaldo është I vetmi që e di të vërtetën. Po, ai ka qenë vërtet një bryl historik, e? Edhe njerë falemderit për çajin. Ku po shkon tani? Po shkoj të stërvitem, kjo është e qartë. Po si kështu unë të thash që ti nuk je në gjendje akoma. Mos u shqetësoni, jam mirë. Pastaj ju jeni mjek, duhet I besoni më shumë syrit tuaj klinik. Qënë ke dhe shakaxhi madje, mos më thuaj që do të mësosh nga ai edhe gjuajtjen me bryl, e? Sigurisht që jo, por t'jeni I bindur që unë do të arrit të marr nga ai vendosmërinë që ka për të fituar. Ky pra ishte I famshmi Oli Harton. E pra ishte një djalë me të vërtet interesant. Problemi me Rivaldon është që nuk është më I pakët se ty. Nëse nuk përqendrohesh gjatë stërvitjeve, nuk mund të përqendrohesh gjatë ndeshjes. Kjo pra është filozofia E tij. Sipas meje në këtë histori ka një element mjaft interesant. Nëse Oli Harton e ka detyruar Rivaldon ta gjuajë me bryl, do të thotë që është një ngjarje e vërtetë. Çfarë ka ndodhur Olit? Do të ketë ndonjë të re apo jo? Hey, shikoni kush erdhi. Ej, Djema u kthye Oli Harton. Përshëndetje kampion. E pabesueshme. Më lini të kaloj shpejt, duhet të stërvitem. Shikoje. Po që nga mirë. Shi sa bukur. Shkrepe, shpejt, shkrepe. Ej, pa çfarë bëri. Pesa bukur kërceu. Çfarë kërcimi? Je fantastik! Kjo do të dalë në faqe të parë. Po, është me të vërtetë e shkëlqyer. E kam gati titullin. Pritje e ftohtë për Rivaldon. Oli kërcen direkt në fush. Vazhdo kështu djalosh. Jam pak me vonesë, por do doja të merrja edhe unë pjesë në stërvitje. Përshëndetje të gjithëve djema. Unë quhem Oliver Harton dhe jam blerja e re e skuadrës tuaj. Gëzohem që ju njoha.